Kujdes, no? Përshëndetje, mirë se erdhe. Si të kemi? Mirë? Mirë, faleminderit. Me AI, me teknologji, me gjana të cilat disa nuk po i pranojnë, edhe po thonë që jo, vetëm është një fazë kaluese që në cilën po bojnë hajgare në internet. Kështu që ju keni sjellë, do thotë, një platformë e cila do e ndihmoj nxënësin edhe mësuesin besan, në këtë rast, të dy së bashku për një nxënje më të mirë të mësimit shqip. Kështu që morët përsipër goxha mund ta themi që është goxha sfiduese. Edhe ato kur erdhë si ide fillimisht apo të më dyshje se a me hija mos me hija çka më bëu, si më ja bëu kësaj pune. Jo, në asnjë mënyrë jo. Përkundrazi, kur doli ChatGPT atëherë në fillim publikisht dol. Që nuk e kam priti që kam me ndodhë në një të ardhme. Kjo ishte në fund 2022-shin. Atëherë fillova pa çka është kjo. Me studiu, jo vetëm nga aspekti pedagogik, po edhe nga aspekti inxhinierik. Po çysh mundet kjo eventualisht me ndihmu arsimin. Tash ju thot ka probleme me kënej. Domethënë mund të ketë gabime, tjera. Është makinë, si çdo makinë tjetër. Por, mund të siguroj se inteligjenca e tij, dituria e inteligjencës artificiale është qase madhe, që as nuk mundeni me paramendu. Domethënë po flasim për një tru shumë të madhe. Definitivisht, këtu është vetëm, pra bëhen krahasime, çdo vjet ka përparu, domethënë prej që ka dalë, ka përparu aq shumë sa që tash për shembull është bizotnon, është dukshëm më i zoti se doktorët e shkencave të Stanford, që janë specializuar për një çështje dhe janë njoftën, ose nobelist. Do të thotë aq shumë ka avancë. Ja kalon. Domethënë për ka dituria ja kalon edhe mundet me testu bile ato. Okej, domethënë kam rri deri në këtë nivel. Deri aty ka rri, nuk di, hala është të shku përpara. Por, atëre, paramendoni për shkollimin elementar, deri para universitetit, ose universiteti, studimet universitare. Sa është ajo makinë e fuqishme për me dhënë informacione dura. Edhe, jo vetëm informacione, po edhe me dhënë në mënyrë të tillë që mësimi të bëhet sa më i lehtë. Se shqisori, një gjë është fundamentale të pa emisionin e juj që jeni pak ma allegro, që është shumë normal. Njeri ju ka nevoj me qeni relaksum. Adin edhe, në biset me një shok timin po të regojmë halet e menipa, që është po mësojmë matematikë, klasa parë, dytë. Edhe ai po mësot thot, unë përja spjegoja hiq, kërkun, po këqyrë hava hiq, së është aty. Në më nësë po registrare, që ka bëhet bisedë. Pse s'po më diqon, po du me u lodhë, po më lodhë trulli për kësaj. Dhe më nësë, rështjanë, ngarkes. Shumë fundamentale, kur në që se definojmë arsinimin, për fëmi vesmas, ajo është një loj, është një loj sforcimi, është një loj detyrimi, edhe gjatë tanë historisë arsimit janë metodat ndryshme pedagogike, qysh me i binë nxënësit, që është kjo mirë për ta. Edhe nuk është bashkë qashtë lehtë, qashtë vështira, po mund tjetë edhe lehtë, mund tjetë edhe arktuse. Edhe pikrisht këto metodat ma të reja pedagogike, ta shë marrin parasysh. Për shumë ishte një intervjise një profesori në Finland, ata kanë sistem arsimor pa kurikula, praktikisht pa kurikula, e kanë arsimtare e bon kurikullën e vetë, do më tonë, është i zoti asaj, ka autonomi shumë naltë. Edhe këshinore do Amerikanë po bojnë intervjist. Të është po pytë profesorën e matematikës, a i gazetari, thotë mirë, thotë, qëka është themelore këtu, të ti, për nëzansi? Dhe më thonë arsimtarin e matematikës. Po e pytë arsimtarin e matematikës. Qëka është mas më rëndësi për matematikën? Për nëzansa. A e kjo thot, ma i rëndësishme është me qenë nëzansi i lumtur. Sa, miru po flasë për matematikë. Pikrisht thot për matematikë. Me dash, ha? Me qenë i lumtur. A i meni veten të lumtur në shkollë, në qatë proces edukativ. Do më thanë, edhe gjithë të mbështet në këto
aspekte e kam ndërtu zgjojnë. Mas pori, që unë kam dalë në penzion para kohë, pak se jam marrë kryesisht me inxhinjeri. Po, se këtë jetën keni qenë pjesë e inxhinjerisë këtyre hapave teknologjisë. Edhe koduse tjera. Do më thonë, edhe tash, por kur kam dalë penzion para 4-15 vjetëve, atëherë kam vendosur më marrë me pedagogji. Për arsye thjesht se të na edhe pritë të mi, nana ime ka si mësuese e famshme, Nadirja. Edhe vazhdimisht kemi bisedu për pedagogjinë dhe qasjen pedagogjike. Edhe fati im jetësor që kam pas qasi prind, që kanë ditë me nxënësa me u nxjerr maksimumin dhe me kultivu ata, me bo njerëz. Po, dhe mi josh që me dosht të shkollimin. Me ditë me gëzu të mësu, se mësimi është, si e thashtë në fillim, është tortur. Nuk ka është punë e letë. Që që zgjoji, i ka këto parametra. E tash, pa dalë të zgjoji atje, kësha dashtë se e përmendët ChatGPT-n aty edhe atë kujtohet rastisht, kër e ki bo testin e parë në ChatGPT, cila kon pyetja që ja ke bo. Pyetja e parë. Që me pas se qka ka brenda ChatGPT-s. Atë kujtohet rastisht? Së më gëtë se një javë kam pitë me ma zhru kontër kërë e parë, më gëzova shumë. Se ishin me miliona, ishin tasha, ishte atrakcion atëra. Po, edhe e sigurisht që ka qenë inspirim për ju, ChatGPT, edhe ju ka mundësu që vjen ideja për një zgjoj. Definitivt. Unë kam pas zgjojnë me diska tjetër. Ka qenë një koleksion, një web, e kam timin, një koleksion i mija videove të përzjedhura, për lanë të ndryshme, për klasat të ndryshme. Dhe më tonë kam pas mundësi në zënësi. Ale është ajo platformë. Videot i thojnë të zjedhur, të përzjedhura mirë. Se YouTube i ka dhe shka. Po, më gjithë oceana, po këton. Edhe tash me zjedh një video, si është adekuate, është punë. Po. Ato gjitha në gjurë në anglizë, sigurisht, apo? Jo. Original, shashtë. Unë kam kësyrë kriterin, vetëm kriterin e cilësisë materialit. Edhe, qysh me qena i material atraktiv. Për shumë, jo i gjatë. Nuk ka pas video aty 15 minuta. Po, video të shkurta. Për me mësë të teoremën e Pitagorës, shumë është 15 minuta. Duhet për 5, maksimum. 2 minuta, 3. Sepse si ma studimeve, që kanë ba, pedago-studiusët, shkencëtarët, dhe mendja e fëmijëve nuk shkon për me 1 minutë e gjysë 2 në një video. E do më thonë? Do më thonë, aty duhet me dhonë esensën, edhe me dhonë si teaser, mi shti, me nëzit që haj me vazhdo edhe pak eventualisht. Dos me undalë. Por me ba shumë gjatë, absolut, ka përcejnë. Edhe atëherë ato e kam pas popullu dhe është shiqu bagi shumë. Shumë ka qenë interesant. Mi për kur dur kjo, atëherë kjo... Zgjojnë që sa kemi si platformë? Që 1 vjet e gjysë është që është aktualizu. A ka qenë si beta verzion që i thonë në përpunim e sfidë? Vazhdimisht ka qenë, po që ka qenë interesant, 2 aspekte. Një që unë kam punu vazhdimisht me avancu performancat. Segmentet ndryshme. Kurse ChatGPT një kosisht përparonte. Kështu që kur ka ndonë si kam ba diçka si e ka ba ma të shumë a mirë se që ma ka marrë mendja. Okej. Vën kupto. Kështu që është fatë që kur punon në këtë teknologi diçka, atëre edhe që dojë dhe perenijat nimon ChatGPT-a. Për shembull gjua shqipe në ChatGPT ka qenë shumë e varfër në fillim. A e bënë të gabime edhe në gjini, edhe në rasa, edhe në gramatikore, për kështu ishë kiamet. E disha që koha vjen edhe... Përmirësohen gjana. Tash unë jam të pësu regullat gramatikore. ChatGPT nuk mundesh me besu. Tash po vjen kua që nëse dojmë me përmirësu gjuhën shqipe, hymë ChatGPT edhe komunikojmë me mësuesin aty. Absolutisht. Vetëm adi qysh. Çka është mjeshtria e përdorimit? Është që ti të dish të punosh me te, ta pyesish. Po, pyetja është shumë e rëndësishme, për me marrë përgjigjen. Edhe jo vetëm një pyetje, ti e ke për ChatGPT, nëse e bën një pyetje 2. Është shumë aspekte janë. Se ti duhet me i kalzu ati kretë kontekstin e pyetjes. Po, që me pas qartë se çfarë përgjigje me... Për shumë, që se flasim pavarësia e Kosovës, që shumë bo? Po. Kontekstin historik prej Ilirëve. Po. E kënej. Ai duhet me ditë ato, se nuk ta jep informacionin e plot.
Ai të jep një informacion sa për shefi kështu, adin gati si këta njerëz në intervistë në rrugë, adin nuk koncentrohet ai fort me të dhënë ty ku me çfarë informacioni. Po, e vërtet. A këto do të me detyru. Edhe këtu është tash ajo mjeshtria e programimit të ti. Ti e programon. Të dhënë shënimet e nevojshme që ai me të dhënë rezultatet e nevojshme. A duhemi me u friksu? Jo. Për kundazi, unë mendoj që na si popull jemi shumë përgatitur për ta. Për shkak se kemi kurreshtje. Okej. Kurreshtja na bën që me qenë, po. Kështu që unë nuk e kam pa. Kërkoj falje. Po, dje mora vesh që ka bën një studim edhe Kosova që ka dikun, nxënësat e Kosovës dikun të 6 në Evropë. Në Anglisë. Për ka afiniteti për me përdorë ChatGPT-in. Do thot pas kem dalë në një pozicion shumë mirë sa përket përdorimit të ChatGPT-in nga fëmijët. Paramendoni. Edhe Shqipënia ishte diku në vendin e 9. Po se kam verifiku këtë, kështu që hyni kësyrni. S'briva me verifiku. Por është në përputhje me një studim që kam bërë para një vjet e gjys. Është një studim që kam botu në akademia.edu. Është një portal kështu si Facebook, por shkencëtar për akademik. Aty e kam botu atë, edhe ka shumë shikime ai ka, të hujtë shqyqojnë. Që informohen sigurisht aty, ja? Tema është gatërshmëria e nxënësve ta, të Kosovës. Gjithmonë Kosovë. Për me mësu për regleve tutorëve të ndryshme, si zgjojë që ashtë. Gatishmëria aty. Sa janë ata aftë, të gatshëm, me përdorë diçka të tillë. Edhe shkollimi... E tash krejt në pajtim me shënimet e PISA-s, rezultateve të PISA. Unë nuk kam zbulu diçka unë. Unë kam marrë rezultatet e PISA-s. Qysh janë tregu ata? Qysh janë përgjegjë dhe ndo pyetje jashtë atyne testeve të matematikës. Që bërë, po. Edhe prej atyne ka dalë që janë dukshëm më mirë si ndrojnë. Janë të gatshëm për me absorbu këtë po, se në rezultatet e PISA-s nuk po dali ma që mirë, si nxënës, që shë thata dhe heq mirë, se s'mu i da më shku në atë. Por që është shumë interesante kjo kurreshtja dhe interesimi i nxënësve edhe përdorimi i ChatGPT-s, por që ja, rezultati në del në fund. Shumë ka qenë interesant. U jam befasu, edhe kjo o vërtetu bëndoj edhe me një punim bankës botnore, që kanë bërë në Nigeri, nësë kemi po, konteksti është i ngjajshëm. Edhe na jemi mas 20 vjet, 25 vjet mas luftave shkatruse. Do më thënë luftës të na, gjenocid. Kër e shikon krejt prindjen me trauma. Po këfton, nuk është letë këtu. Po pikrisht në atë aspekt, ajo na ka ndihmu që të kemi nxënës që kanë shumë afinitetet mira aspektin socio-emocional. Do dhe ata e shëshnushëm, ndihmojnë njëri kanë empati. Ja japin gjysën e sendvicit. Shokët. Pa diskutim. Nuk diskutojnë për atë punë. Do dhe kanë normal atë punë. Edhe këto aspekte, tash kur e krahason me aspekte që kërkohen si me punu me këto, me inteligencë, ajo shumë dëshirueshme. Këfton. Tash ndalemi pak tek platforma, tek Zgjoj, nëse mundet regjia dhe në ekran me na jap këtu, pak faqen se si duket edhe të analizojmë o diskutojmë për të brenda saj për mbajtjen që ka. Zgjoj.org edhe paska gjona të cilat... Janë 3 modele. 3 modele. E kemi Zgjojnë aty. Po, është Transforma edhe Writer. E kam bërë anglisht për më mujtë edhe tjerë me përdorë. Që me qenë e kuptueshme. Mirë po, ky Zgjoj i pari, ky është i bëm saksisht në bazë të kurrikullës të Kosovës. Dhe më thonë pa përfshim kurrikullin komplet. Ky është modeli më i fuqishëm për ketëve. Do më thonë. Këtu ti qejë që e keni në ekran, pra ti zgjedh gjuhën. Okej. Mande i rolin aje nxënës apo arsimtar, që në qëse hinë aty, e shenë. Nxënës arsimtar, se ndryshe është krejtë, cisht Zgjoj për nxënësa. Apo da shkrejtë të hitë arsimtar, të më bo arsimtar, me litronë. Ani, nuk ka problem. Le da shfridzojnë, aja është e rëndësishme. Nuk e kam dalu, adhin se me ndoni, nuk ka login, apëshe. Kush do të më futesh drejt për drejt? Këto do të bëjnë hapat të arshëm, qëse do të ketë interesim për qeverisë ose dikujt, adhin që ta bëjmë për një diçka populore, atër mund bëjmë një login, sepse ka nevoj ligjor
ligjore. Po. Logini, e din, duhet me pas emailin. Emaili Lidhet më ndej me shumë gjëra të tjera, minimum, po. nën kujdesin e prindit, atjera. E tash të vazhdojmë këtu, do më ky zgjedh gjuhën, rolin, klasën, gjimnazin që ose është përmi 10, 11, 12. Që po e provojmë, na? Kështu, shkojmë në nxënës. Që nxënës, bon? Roli yt, klasën, cilën klasë ndalemi, ndoshta Që dush? 10-ën, a? Klasa 10. Klasa 10, lënda. E tash drejtimi gjimnazit, tash do shkencat natyrore ose... Po, ndoshta shkojmë tek natyrore, a? Natyrore, Hajde, okej. natyrore, po e përzgjedhën një landë. Po, një landë mere që dush. Hajde matematikën, folem për matematikën. Po, matematika. E E tash kapitullin, ka kapitull, ekuacionet, matematikë logjike, fuqit dhe rënjet. Hajde regjia, vendos diçka, bëdon pak me algebrën aty, me algoritmet. Që ku janë sistemet e numra, të parën mund është me përzgjedh, cilën dush. edhe shkojmë të në Tash të ketë kapitull. temat, apo? Temat, Po, cilën temë? tash, Shko poshtë, hajde ma poshtë komunikimi matematikora. Mundemi aty vazhdojmë, më po. ndalë, Edhe tash tema e fundit. Tema, po. Cila është? Hajde me përdorimi terminologjisë matematikore. Hajde, lidhën multidisciplinare. Po, kalojmë, Shkojmë poshtë. sigurisht na jap tash edhe... E, tash që hyni ky në këtë GPT-n e vetë. Po, dhe po të Edhe regojnë veç duhet me abo aty, me abo atë shigjetën, a? Po. Po vazhdojnë tash na jap përshkrime. Këtu ekrani është pak i ngushtë, nuk po shihet krejt. Po, për shikuesin atje Atje është shihet, mirë, perfekt, po, po. këtu vetëm për ne është kjo Se pjesë. ka i ngushtë Do thotë aktivizimi i të nxënit, bërthama Këto e konceptuale. e mësimit, po. Okej, do më thonë janë përshkrime kështu në të detajzuara. Hollësisht. Tash vazhdojmë. Vazhdo tutje, që ku ka dhe shembull aty, shembulli 1, pastaj shembulli 2, edhe gjana tjera, pse është rëndësishme, pamje dhe materiali vizuali Tash kryesore, aty ke pamje syrë, plotësuese. linkun, nalë pak se tu. Sto po Për shkak aty të video mësimore, a? Aha, që ka linqe, Po, GeoGebra, për shembull, është këto janë linqe jashtë me tash. që del edhe mundesh me ndjek materiale të ndryshme. Këto janë sajtet më të fuqishme botnore. Po. Për shembull, këtu për matematikë, ke diagrame, ke funksione, ke animacione. As janë bukra. Po, a mundesh me na tregu se këtu një përmbledhje shumë e gjatë e materialeve? Për se cilin temë. A ju ka ndihmu dikush apo Jo, ky i bën ato. Unë e kam programu kështu. Po dhe vishë nga ana ju i vetëm, po, Qashtu. është dash këtë kuon me i buk të thirjet. Krejt detajlisht, çdo kapitull këtu. Është i shpjeguar çka i duhet të bëjë, edhe ato për secilën landë. Madje, për secilën temë, për secilën moshë. Se që, ndryshë është një link me edhe me dole në i farfaqës Stanfordit atë mi shpjeguaj për që temë. A ndryshë për klasën e 5, për shkak. Ose klasën e 12, janë fillues, ta janë para universitetit. Këto janë adaptuar edhe për ka mosha, aftësit kognitive, sa është i afta e me kuptu, fjallorin, sa e ka. Tash, sa e kuptova one, kemi prej klasës parë deri në klasën e 12 të nxënësit, edhe plus për arsimtarët, për gjitha këto vite shkollore. Po, pasqyrim është. Do më thonë, ato që mësojnë nxënësat, arsimtari e din që mësojnë ata, do më thonë, edhe ajo del, qysh do të aj me spjegu. Që mundet me informu... Po, tash kjo platforma juj, do më thonë, zgjoj, mundet me i përfshi me qindra mija nxënës dhe mësimdhënës. Që e kanë si adresë fantastike në gjuhën shqipe për me u informu. Ashtu është. Ndoshta e dini, ja keni qartë se arë punët madhe keni bua. Kështu, jeni i vetëm gjuhën shqipe, po e kam bërë edhe 5 gjuhë tjera botnore. Dhe më thonë që e ndrën gjuhën. Edhe 5 gjuhët minoriteteve. Okej. Dhe më thonë nuk mbetet vetëm të gjuhën shqipe. Kjo është sakt në mënyrë ligjore, po. Do më kjo përmbush këtë drejtat e kushtetutës Kosovës. Për minoritetet. A ka marrë përsipër dikush? Po janë interesu pak në qeveri. Po tash është falla kom. A dhe më thonë pak e interesu, a? Po, janë interesu. Do të më interesu shumë, mërë shumë rëndësishme. Shumë shpresoj që do të ketë një... Se është një platformë të cilën duhet gogja punë, duhet gogja angazhim. Unë muj me të thamë. Unë kam punu në këtë projekt një vjet e gjys
me orar plot. Po. Krejt energjin që e kam. Edhe diturin prej aspektive, edhe të programimit. Se këtu ka kode. Po, që është dashme ndërtu e gjitha kja. Se ju e dini që ChatGPT është model probabilistik. Në herë të e pështu, në herë të e pështu të njëjtën pyetje. Apo këpëton. Këtu ati ja kam lënë qatë mundësi vetëm aty ku a i shprehet. Po çka duhet me funksionu, si duhet me funksionu e ka krejt programume. Kështu që e ka reguluar gjithë shka si duhet. Në shkencëtarë të thonë qasje probabilistike ka ky ChatGPT-a, probabilistike, kurse ky zgjoj ka qasje kombinume deterministike procedurat, probabilistike përmbajtja. Okej. Është një kombinimi që është kombinim brenda saj. si është bo me programin. Edhe e bukura e gjithë kësaj është se qasja është e palimituar. Do thotë ka qasje kushdo, kur do, dhe më thonë pas një pengesë. Por që, a keni hyrë se sigurisht i shihni statistikat e klikimeve? Po ka. Qysh po qëndron? Ka, nuk është, unë për shumë kam Facebook e ses, po kër e ses link në atë, diçka atëre të jedi Facebook, vetë lajka. Vetë lajka. Lajkat i kanë harxhu, po më nuk pëlqojnë dorë. Tjera, për Big Brother. Nga kes, ding. Kështu si, është shumë interesant, ka shikueshmëri në Kosovë, dikun ka, brenda mujit, bohen ka 3-4.000 shikime. Do më thonë 3-4.000 persona që hynë me... Shqipni hinë dikun gjysa e që ati numëri. Pa asni propagandë. Në kjo është, që thënë, përhapje organike. Po, sepse nuk është që është promovu dikon dhe... Unë edhe ashtu nuk kam fërsi me ba. E pse kam vetë promovimi ka që anash për anës sepse duhet punu edhe aty, ajo është shkencë vete. Edhe para. Po jo, në aspektin, për shumë sot, ja ku jemi këtu, kemi pas mundësi ndoshta para një vjete, takomi se është në interes të gjithë nxënësve, që nga klasa e parë deri në klasën e 12. Unë jam i bindur, unë megjithatë nuk jam të nalë, hala jam të avancu këte, vazhdimisht, në një segment vogël e tjera, të gjitha jam të avancu. Tash është boni, edhe ju mundeni me pyet ChatGPT-n. Se e din që është gjëj. Për arsye se në platformën OpenAI është punu, nëse pyet, çka është cilësia e zgjojës si mjet edukativ në krahasim me portalet tjera botërore të nivelit më të lartë. Vetë, edhe të krahason. Unë kisha dashur edhe kështu se për shumë minutat po na ikin, po për shembull ka shumë prindë që na ndjekin këtë kohë, edhe ai ndihmon edhe prindve nëse fëmijët kanë munguar në shkollë për arsye ndryshme, ndoshta me një grip ose kanë marrë se kanë njëri lidhin do pushime të cilat ai ndihmon që me hy edhe nxënësi ose fëmia me marrë mësimin që ka munguar në klasë. Që mujtë me ba, pak. Se ky mundet me i qoftë si arsimtar, prindi, edhe bande me pa metodën që shmi i kalzu nxënësit, po edhe si nxënës me hi me to bashkë, me punu. Që shdo mundet me hi, është metodë e cila shkon me nxënësin, shkon në formë dialogu. është interaktiv. Për shembull, ai thot, teorema e Pitagorës thot, an 4 plus ben 4 barazit sen 4. A kupton? Kështu mund të llogaritet kur dim 2 për këtyre trijave ABC e tretën e llogarisim. Do të thonë shpjeguat në mënyrën më të thjeshtë mund të shkruaj. Dy fjalë. Edhe madje thot, e tash tregoj ti me fjalët e tua këtë. Ose bëre 0 ka përse. Nuk e torturon me bot patjetër. E din apo nuk e din se është rëndësishme. Ai thot 0, atëherë ky ja sfidon. A ka teste brenda saj? Këtë këto teste në esencë. Domethënë këtë formë bëhet ai lloj testimi. Edhe ka nivele diturive. Domethënë tash është një prej opsioneve, është një prej opsioneve të arsimtarit që mundet me bëj, edhe nxënësi mundet me testu dijenin e vet. Se në kurrikull është kategoria e vetvlerësimit. Librat tonë duhet janë detyruar me bë edhe rubrika për vetvlerësim. Atë si japin do me plotësoj fjalin, bën këtë llogaritë këtë. Atë do vetvlerësimin aty e ka tash hala e thellon. Kjo që ka mirë edhe për prind, atë që e kanë bënë moshë, hajtë të shoh se ku jam me informata. Mirë me këto. Me jeni fresku. Tash kjo është interesant. Nëse ti e thosh fjalin për shembull shkurt të gjys nuk e thu krejt. Shumë mirë sot, shumë mirë, po ma mirë kishte me qenë kështu. Do më thonë të përmirësan një farforme e përmirësan. Shumë mirë e ke kuptu thelbin. Do më thonë është për krasë.
mbështetës, është friendly, do të thonë, miqësor. Kjo po i bjen që e kena një mësues afër vetës 24 orë. Pikërisht. Do të thonë si mungon asgjë. Pikërisht edhe ato mësues kulminativ. Po. Për shembull, për klasën e 10, 11, ku ka filozofi, ku ka ai ka temën, për shembull, ka opsionin për diskutim me klasën. Diskutimi është praktikisht diskutim sokratik. Që ndihmon shumë arsimtarin. Si me Sokrati. Ai tash jep sugjerim arsimtarit. Bëne qëtë pyetje ose qëtë, tash prite reagimin, edhe prite keq kuptimin. Ata menojnë kështu. Ja, arsimtari e kësyra atë edhe ja u bënë pyetjen. Do si shumë ta, edhe po, një pyetje edhe të fundit, a pritet që në të ardhmen do të ketë diçka edhe për ata që bëjnë studime në landë të ndryshme? Në sens është 3 elemente. Kjo është e përfillore. Dhe më thonë, ne jemi ndonë të zhoj aty... Ajo mesmja është transforma quhet. Transforma, ai e transformon totalisht mënyrën e qasjes në mësim në universitet. Edhe tutje. Edhe tutje. Do të ti mund është me qenë nxënës i masterit, edhe do në mësu një temë, dhe si ka dhe ajë pytë mas pari. Cilën nivel për dëmë. Master po mësoj për këtë lami. Edhe më duhet më boni punim seminarik e tjera. Thot, hajde. Edhe më dhe hinë në disa pyetje tjera. Ajo është tash ma. Ajo të lyp kontekstin, të lyp stilin, të lyp këte, të lyp atë. Duhet me hi me kësyre. Ka detaje, dhe më thonë, edhe studentët e gjenë vetën aty. Për shemë ti kur fletë për histori, pavarësia e shqiptarëve, 1912, qyshare, cilat janë kushtet historike? Shumë detaje. Atër, ti e jep edhe kontekstin. Ti jesush konteksti, jo, që nuk mësh me folë pavarësia e shqiptarëve që është menon një Amerikan. E vërtet. Ai kresisht ndryshe. Ai nuk e ka të vetën, apo këtë ndryshe e menon ai. Ose ChatGPT-ja direkt me bo me pyt. A kur i thush ti në aspektin e procesit dekolonializimit prej Serbe, prej pushtus për Osmanëve. Që ka ndërhyrjet mëdha aty. AUF e ka kriju kushtet për me u bo pavarësia e shqiptarëve, për me luftu ata, me fitu atë pavarësi. Do më sikur se na që kemi 90-ave arsimtarë, nuk dojmë dalim pej punës, nuk dojmë me unështru, nuk dojmë sërbisht me shkru, cilinis, nuk dojmë me zorë. Dojmë shqip me mësu. Aty ki aspektet identitarë. Kretë këto definohen edhe manej studenti janë njësë me mësu. E ta shte, a mund është me besu? Qysh është ajë mësim? Po. A është kulminacioni pedagogikës. Veç duhet me hi me po vetë. Që e kanë këtë mundësi. Unë ju kësha falenderu shumë se po shoh që erdhën